Halid Efendiu një natë kishte shkuar te motra për vizitë në fshatin Agushtak. Pasi kishte qëndruar deri vonë atë mezhlis, i kishte thënë motrës që të ketë kujdes e ta zgjojë në kohë para lindjes së diellit për ta falur namazin e sabahut. Motra e tij zgjohet më herët që ta përgatisë mëngjesin dhe njëkohësisht edhe për ta falur namazin e sabahut, por e sheh atë se kishte qenë në gjumë të thellë dhe dhimbset që t'i aprish gjumin, ashtu siç janë shumë të ngjeshme motrat për vëllezërit, dhe vendos që ta lërë të flejë. Më vonë, kur i del gjumi dhe zgjohet Halid Efendiu, e sheh se kishte lindur dielli e atij i kishte mbetur namazi i sabahut pa falur. I mërzitur shumë për këtë gjë, i thot motrës se nuk do t'i haj pjetullat që i ka bërë ajo dhe kishte vendosur ta dënoj veten për këtë që i kishte ndodhur. I zbath këpucët, e bën jetë me agjeru atë ditë dhe niset në këmbë ashtu, këmbë zbathur për në shkup, si dënim kundër vetvetes. I thot vetes: Halid, edhe njëherë provo e fli deri pas lindjes së diellit, do ta shikosh se herën tjetër edhe më keq kam për të ta bërë.